Hambari nuk ishte ndonjë dhuratë me zemër. Ishte një shaka, një shkop i fundit, i veshur me drut të plasaritur dhe trar të lëshuar. Ndërsa vëllezërit e saj debatonin për shtëpinë dhe llogaritë bankare, Claire qëndronte vetëm në cep të fushës, duke parë çatin që po shembej, të cilën tani e zotronte. Shpërblimi i saj i madh, pluhur, heshtje dhe një grumbull i madh asgjëje. Ata qeshën kur ajo tha se do ta pastronte, por kur Claire zbuloi misterin e kyçur brenda, ajo kuptoi se babai i saj nuk e kishte harruar. Ishte një gjueti thesari e fundit, fshehur në një shtëpi të vjetër të sigurt, e mbushur me dashuri dhe plotësisht e dedikuar vajzës që kishte qëndruar me të. Ata qeshën kur ajo tha se do ta pastronte. I thanë të gërmonte në përhekurishte, ndoshta do të ishte me fat dhe do të gjente diçka me shkëlqim. Briani madje kishte patur guxim të ngrinte një dolli me verë që as nuk ja kishin ofruar. Semi vetëm bëri shaka dhe tha: "E po merr atë që meriton." Ajo nuk ishte qëndruar për para. Ajo hoqi dorë nga puna, apartamenti, planet e saja, të gjithë për të kujdesur për babain, të cilin ata mezi e thërisnin. Por edhe tani, ata e shihnin atë si më pak të rëndësishme, më pak të denjë. Megjithatë, ai hambar mbante pjesë të babait të saj, për të cilët askush tjetër nuk kujdesej. Ajo nuk do ta linte pas. Claire Whitmore nuk priste kur falenderime, madje asnjë përgdhelje në shtëpinë. Por teksa qëndronte në rrugën me Zhavor, ku ishte rritur, duke parë vëllezërit e saj të qeshnin dhe të pinin whisky në verandë, një shtrëngim i njohur u ndërtua në gjoksin e saj. "Babai më la xhipin", tha Semi, duke ngritur gotën. "Ende ecën çuditërisht, mund t'i duhet një startues, por ajo që është një tank." "Je i mirë pritur", murmuriti Claire. "Çfarë be?" pyeti ai me dorën tek veshi. "Asgjë", tha ajo, sytë duke u kthyer hambarit. Testamenti nuk kishte lënë vend për pyetje. Semi mori xhipin dhe shtëpinë. Briani mori varkën dhe një pjesë të mirë të kursimeve. Claire mori hambarin, thjesht hambarin. Claire kishte lënë gjithçka kur babai i tyre u sëmu, u largua nga Chicago, i dha fund marrëdhënies së saj, u kthye në shtëpi ku dikur u betua se nuk do të kthehej kurrë. Ajo u kthye sepse e donte atë. 14 muaj kaluan. Ajo mësoi çdo pilul, çdo rutinë. Ajo qëndroi dhe tani me vëllezërit e saj që qeshnin se kush mori çfarë, Claire u ndje si kapitulli i fundit i harruar në një libër që askush nuk e mbaroi së lexuari. "Hej", tha Briani, duke qeshur me të madhe, "e more hambarin." "Kjo është diçka", Semi qeshi. "Po, është plot me pluhur, minjë dhe çfarë do hekurishte që babi ka kyçur atje kohë më parë. Lloj i përshtatshëm, sinqerisht. Ai gjithmonë thoshte, si ti dhe ai vend kishte një lidhje të veçantë." "Çfarë kuptoni?" pyeti Claire. "Nuk të kujtohet? Ai e kyçi pasi bëri 16 vjet. Na tha të mos afroheshim, tha se nuk ishte puna jon dhe tani është e gjitha jotja." Ata të dy qeshën, por kishte një gjurmë kurioziteti të fshehur në shakat, sepse e vërteta ishte ata nuk kishin parë kur brenda ambarit pasi u kyç. Atë mëngjes, ndërsa Claire po shkonte drejt hambarit, të dy vëllezërit e ndoqën. "Ma në fund po hapi me thesarin", thiri Semi, pyes veten se çfarë mendonte babai se ishte aq e rëndësishme për të mbajtur nga ne. Shtoi Briani. Ajo hapi derën. Brenda kishte vetëm san, rjeta me rimankash dhe vegle të vjetra. Briani lëshoi një fishkëllim të ulët. "Kaq për thesarin e varrosur." Semi u largua. "Mendoj se vërtet ruajti më të mirën për ty." Ata u kthyen dhe u drejtuan drejt shtëpisë, ende duke qeshur. Claire qëndroi tek dera. "Mirë", murmuriti ajo, "nëse kjo është ajo që më ke lënë, unë do ta bëj të vlej." Ajo punoi derisa krahët i dhimbnin dhe shpina e luste të ndalonte. Ajo mori kohën e saj me çdo cep, jo sepse i duaj, por sepse ndihej si diçka që ja detyronte. Ajo hyri në shtëpi, në kuzhinë, ata po qeshnin me diçka në telefonin e Brianit me pije në dorë. Askush nuk e kishte thirrur, askush nuk kishte kursyer një pjatë. E mora atë hambar", tha Claire me zë të qarë. "Qëndrova, mbi një vit. Hoqja dorë nga puna, jeta ime. Nuk po kërkoj asgjë,
por mos pretendoni se nuk fitova më shumë se plur dhe myk. Mëngjesin tjetër ajo erdhi përsëri duke punuar. Ajo arriti në pirgun e fundit të sanës, i grumbulluar pas kutive të ushqimit. Ajo e ndaloi dorën. Diçka rreth tij duke i gabim. Ajo nxori sanën. Ajo ishte e lagësht dhe e rëndë. Në qendër, disa minuta brenda kyçet e saj goditën diçka të fortë. Dru, një dërase vjetër e konsumuar me një unaz metalike të bulonuar në maj, një derë kurthi. Ajo ndal duke e ndjerë përgjatë skajeve. Ishte e vërtet e fortë, as një dorerës, as një shull, vetëm unaza. Ajo e kapi unazën, por e lëshoi. Jo sot. Ajo ngrit duke u përpjekur të qetësonte frymën e saj. Nesër ajo do ta hapte. Mëngjesin tjetër ajo u kthye me doreza, një elektrik dore dhe e levën e vjetër të babait të saj. U ul pranë derës së kurthit, kapi unazën dhe tërhoqi. U hap me një të plasur dhe një gërvishtje të hollë, si diçka që merrte frymën e saj të parë pas vitesh. Ajo zbuloi një shkallë të ngushtë, druri të pabarabartë që zhdukej në errësirë. Ajo e ndriçoi atë, shkallët çonin në atë që dukej si një bodrum i vogël, ndoshta 3 ose 4 metra i thellë. Në fund ajo e gjeti hapësirën e mbushur me mbeturina. Një kabinet arkivash i hapur, i ndryshkur. Raftet ishin të mbushura me kuti plot me letra, gazeta të vjetra dhe korniza fotografish të zbehura. Në qoshe qëndronte një frigorifer i shkyqur, i vulosur me shirit ngjitës. Nuk u ndjej si një stre, por si një magazin e vjetër. Ajo zbuloi një grumbull çantash plekrash të shtyra në qoshen e largët. Ajo ndjeu peshën e hambarit mbi të, dëgjoi të qeshurat e vëllezërve të saj që i bënin një hon në kokë. Nesër do t'i shikonte të gjitha. Ajo e hapi çantën e parë. Brenda ishin rroba të vjetra, çarçaf të palosur dhe një traktor lodër i vogël prej druri. Pastaj ajo nxori një shishe vere, ende të vulosur, një Cabernet i vitit 1993, i etiketuar me një shënim ngjitës, për një ditë që ia vlen të mbahet mend. Ajo e përplasi çantën e tretë me murin e betonit. Xhami u thye. Pastaj dëgjoi diçka, një tingull metalik të qetë, një çelës i vogël prej bronzi. Kishte rënë pranë buzës së karrikës së thyer. Ishte një çelës skeletor me inicialet CM. Me çelësin e parë në xhepin e saj, ajo hapi çantën e mbetur. Brenda një çante tjetër e mbështjell në një shami mëndafshi ajo gjeti çelësin e dytë, argjend më i vogël dhe po aq i detajuar. Ajo vuri re një kabinet druri të shtyr pas çantave të fundit. Duke e shtyr atë, zbuloi një hapësirë të zbrazët dhe aty ishte një kasafort çeliku e vendosur në mur me 3 vrima çelësësh. Ajo futi çelësin e parë, klik, pastaj të dytin, klik. Çelësi i tretë u gjet në çantën e parafundit. Ajo u kthye tek kasaforta. Çelësi i tretë, klik, kyçja u lëshua. Brenda ishte një zarf i vulosur me dyll dhe vulën e babait të saj. Poshti, para monedha, ari, bijuteri, pasaporta dhe një regjistër bankar. Por ajo kujdesej vetëm për letrën. Brenda ishte shkrimi i tij i dorës, kup e vogël. Nëse po e lexon këtë, atëherë ti nuk u dorëzove. Ti nuk e bëre kurrë. Të gjithë këto janë të tuat, jo sepse i fitove, edhe pse e bëre, por sepse ti ishe ajo që qëndroi, ajo që më pa deri në fund, ajo që kuptoi. E imja egër, e imja kurioze, zemra ime, me dashuri babi. Klere mbajti letrën në gjoks. Ai e kishte parë atë, ai nuk e kishte haruar. Ajo nuk u tha vëllezërve të saj. Ajo thjesht kyçi bodrumin, pastroi hambarin deri në perëndim të diellit dhe u largua me diçka më të lehtë në gjoksin e saj. Ajo hapi dritaret e hambarit, pastroi çdo cep, vendosi lule në kavanoza të vjetra. Semi dhe Briani nuk e morën vesh kurrë. Ajo nuk kishte nevojë për ata të dinin. Ata kishin marrë atë që donin, kështu kishte bërë edhe ajo. Një pasdite duke ujtur lulet përgjatë gardhit, ajo mendoi për baban e saj. E gjeta babi, pëshpriti ajo. Faleminderit për gjithçka. Erat razoi pemët dhe në fshkërimën e butë të gjetheve, ajo pothuajse dëgjoi atë duke fshkëllyer.